nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se takohemi në puntatën e radhës në Horizont këtu në valët e Window Radio. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani dhe sot është data 30 prill 2026, pra dita e fundit e muajit prill, dita e fundit e muajit të dytë të pranverës, ku uroj për të gjithë të keni patur një muaj të mbar, një muaj të këndshëm, një muaj të suksesshëm, të mbushur me dëshira të realizuara, si dhe të ketë qenë dhe kjo javë sa më e mbarë për të gjithë ju dhe uroj që muaji maj të filloj më motivues, më mirë dhe më me plotësim dëshirash. Ne jemi në valët e Window Radio dhe siç e dini, pra Horizont është çdo ditë e njëjtë në orën 21 të premte dhe të shtunë në orën 21. Pra ju keni qenë në Window Radio dhe me bashkëpunëtorët dhe moderatorët e tjerë të Window Radio, pra siç ka qenë dita e martë me mikrofoni i hapur me kolegun në Londër zotin Gens Paçuku, si dhe dje ditën e mërkurë me dy emisione, me emisionin Ora Poetike me Mozën dhe me Sandrin, si dhe me emisionin e mbrëmjes Pa kufi me Deti Zogun, pra nga studio në Tiranë, dhe tani ne takohemi në Horizont. Për të gjithë miqt e rinj, por edhe për miqt besnik, unë rikujtoj edhe një herë se ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur, pra mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni emisionin live, por mund të ndiqni dhe muzikë 24 në 7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radio Stone, si dhe mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim për ju. Po ashtu, Window Radio ndiqet dhe në dy platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box. Mjafton që ju të shkarkoni njërën nga këto platforma, qoftë në Play Store, qoftë në Apple Store, dhe të kërkoni Window Radio. Platformat janë pa pagesë dhe mund të ndiqni emisionet live, po ashtu dhe muzikë. Po ashtu ne jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë platformat kryesore të radiove shqiptare. Mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de live dhe në ndiqni emisionin live, si dhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de. Po ashtu, për të gjithë ata që kanë dëshirë të rindjekën emisionin, apo nuk e kanë të mundur të ndjekin emisionin e plot, ritransmetimi do jetë në orën 3 pas mesnate, pra që i bie ora 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Ndaj është ky transmetim në këtë orë, po themi të hershme për Evropën, por kemi menduar që të jetë ritransmetimi dhe për dëgjuesit tanë në Amerikë dhe në Kanada, që atje i bie ora 9 e darkës. Po ashtu emisioni është edhe në YouTube dhe pa i regjistruar në faqen zyrtare windowradio.de, ku ju mjafton të bëni një subscribe dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet që ne përzielim për ju. Po ashtu Window Radio është edhe në shumë platformat e tjera, por mund të kërkoj shumë miqësisht nga të gjithë ju miq që pa u bezdisur, sepse edhe ju nuk humbni diçka, as ne nuk fitojmë diçka, por ti bën një shpërndarje në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe ku ju jeni të antarësuar që të na bashkohen sa më shumë miq të rinj, sepse siç e them unë apo siç e thon të gjithë moderatorët në Window Radio, Window Radio do jetë vetëm për dëgjuesin, vetëm për audiencën, do jetë vetëm për shqiptarët dhe kërkojmë që të kemi sa më shumë miq rreth vetes dhe ne të përpiqemi aq sa të kemi mundësi të jemi shërbëtor të drejtë për të gjithë ju. Dhe unë vazhdimisht të them të gjithë ata që kanë diçka për të thënë, që duan të flasin me audiencën e Window Radio, që kanë për të treguar një histori apo duan të promovojnë diçka, qoftë art, kulturë, qoftë ku diun, pra çfarë kanë dëshirë për të thënë,
vetëm të na shkruajnë përmes numrit zyrtar të radios apo në rrjetet tona sociale dhe ne do përpiqemi të krijojmë hapësirën dhe të jetë në valët e Window Radio. Miqtë e mi, ju e dini shumë mirë, nuk jam shumë i mirë në monolog, por duhet ta bëj edhe këtë punë dhe siç e dini në ose sonde kemi një të ftuar të veçantë, pra siç e keni parë dhe në njoftimin që ne kemi hedhur në Window Radio dhe më thënë të drejtën më ka çuditur edhe mua interesimi i juaj sepse është një fushë që unë nuk është se e njoh, është një fushë që mua gjithmonë më vën në armiqësi me portofolin, sepse do flasim për biznesin, do flasim për atë biznesin digital, pra për biznesin online, se si ndërtohet, se si ne mund të lundrojmë, si mund të krijojmë një biznes online, e tjerë, pra që mos e flas shumë, që mos e gaboj unë shumë, unë ftoj të ftuarën Leridona Lleshi, e cila është ajo që do na flas për këtë temë, sepse ajo vetë është një grua e suksesshme pikërisht në Angli dhe të kuptojmë diçka më tepër se si ne mund të ndërtojmë një biznes online dhe kush janë benefitet e një biznesi online. Zonja Lleshi, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Unë jam Leridona, nën bashkëshorte, jam nga Burreli, kam një motër, një vlla, jam rritur me një prind dhe në fakt emigrimin tim e kam filluar në Itali kur isha vetëm 19 vjeçe në moshën 19 vjeçe në vitin 2011. 2016 kam emigruar në Itali, ku jam njohur me bashkëshortin tim dhe sot na ka bekuar Zoti me 2 fëmijë. Dhe pikërisht shumë faleminderit. Dhe pikërisht në lejën e lindjes me çunin e dytë kam vendosur të ndërtoja diçka online, punoja online. Tani të nderuar miqja, pra si e shikoni duke patur parasysh një drejtuese të biznesit online, pra që është mësuar të komunikojë dhe të flasë, Leridona hyri si fortunë në emision, por dua të fillojmë pak me Leridonën, pra nga Shqipëria në Itali, pra keni emigruar në moshë të re, keni dalë ndoshta nga bankat e gjimnazit, nga bankat. Po, pikërisht. Unë kam qenë sa kam pas mbaruar vitin e tretë në mbaj mend. Dhe ka qenë ajo dik që hapë liberalizimi i vizave në 2011, në dhjetor, pikërisht atëherë kam pas punuar fort, kurse ato pak lek që unë punoja me një kiosk tek para spitalit tek Pesa aty në Tiranë, edhe i ruaj ato lek sa merrsha 140.000 lek merrsha muaj, kam rujt derisa kam biletën me me vajt për 3 muaj, vajtja ardhi. Vërtet Zoti kishte një plan tjetër për mua, sepse ajo vajtje më bëri që unë qëndroja 5 vite në Itali, të sistemosha me dokumentat e duhur, edhe të ndiqja ëndrrën time, të krijoja një familje në një vend ku flisje anglisht. Ju anglishten e keni njohur që herët apo ishte ajo dëshira? Jo, unë thjesht kam pas bërë kurs. Unë them drejtën, edhe kur kam qenë në Itali, nuk di asnjë fjalë italisht përveç së fjalës ciao. Si gjithë. Si gjithë, sigurisht. Edhe mbaj mend kur dilshim se unë kam qenë e martuar me italian, tani ish italian. Do me thënë, kur dilni në përdarka në përgjëra, unë gjithmonë ato qeshin, flisnin, unë vetëm hapja syt, ndoshta ato flisnin diçka rreth meje, unë vetëm buz qeshja, nuk e dija. Ke parasysh emigrimin si ndihesh? Absolutisht, nuk diskutohet aq më tepër që atë pjesën e liberalizimit të vizave kemi pritur të gjithë, sepse për hir të së vërtetës ka qenë emigracioni shumë i vështirë, me fjalë, ka qenë ajo jo skafet, gomonet, jo pagesat shumë të shtrenjta nëpër ambasada por shiko, kush ishte ajo, si thosh ajo, kur dolët për si u ndjet me atë çfarë ishim në Shqipëri dhe me atë çfarë pat në Perëndim?
Oh, po çfarë kujtimesh. Po si nata me ditën, do të thosh pse, unë fakt nuk kam vujt shumë me dokumentat, kam pas fat në këtë pjesë, por vizën e kam marrë direkt mas një viti, edhe kur kam shkuar për herë të parë në Shqipëri, nuk e di, mu dukte krejt një ndryshim tjetër, gjëja që veja re vetëm shifsha njerëz që vraponin, mendonin, Se të kuptoj. po, e kupton, nuk e di, kurse ndryshe në Itali isha mësuar të vërtet unë kam filluar punën të punoja në restorant si pastruse, por ato pak lekë që merrje pak mbaja të mërqenjën time, ke parasysh, edhe ishte shikoj këtë ndryshime të fillim. Sa e thjesht, po normalisht pse ku gjithë që kur kemi dalë jashtë, asnjë nuk me fjalë, sidomos ato fillimet e para, me fjalë të po vitet e para, sepse mbas 2010-s do thosha, pastaj ka patur një migracion të inteligjencës, të trurit, por lindja e dëshirës për të marrë me biznes, pra për të patur diçka tënde, një brendi tëndën, kur lindja ose kush ishte arsyeja, o ke patur në një që thush arsye që herët e keni menduar që në Shqipëri, lindi në Itali, pra kush ishte ajo Po, në fakt, indicia? të them të drejtën, po ta shikosh Leonard, mua s'më lidh asgjë fare me eksperiencat me biznesin digjital. Unë, domethënë, eksperiencën time e kam filluar vetëm me restorante. Domethënë, gjithmonë edhe në Itali kam punuar në restorante, në kuzhinë, në përbare, me pijet, edhe këtu kur kam ardhur në Itali pra në 2016-ën, unë kam punuar deri ditën, po në Angli, më fal, në 2016 që kam ardhur, deri tani që u bën 10 vite, unë kam filluar eksperiencën time punës vetëm në restorant, si në kafe, bar shop, si më thonë, edhe punoja për NHS, për spitalet, pra për buildings, dhe në momentin ato e pan që unë jam shumë punëtore, them drejtën, unë kur e marr diçka për sipër, unë punoj fort, sikur të është biznesi im, sikur kupton, jap krejt veten time, krejt përkushtimin tim në atë biznes. Edhe ato e pan që unë domethënë coffee shop ose Costa ka qenë, se s'po i bëjmë reklam, por u rrit në sales, pra në fitim, edhe ato më lëvizën mua si manager assistant, edhe më lëvizën tek Ministria e Drejtësisë. Pra nga viti 2017 deri në 2000, kur linda çunin e 2023-shin, kam punuar si manager assistant për shërbimet e qeverisë këtu në Angli. Po mirë, shiko, shumë interesante kjo pjesë tani. Ju pasi patën mundësi të krijoni një biznes, po themi tradicional. Po, dhe këtu dua të dalë që unë gjithmonë kam bërë një kurs të betohem 3 vjeçar që unë të bëhem të krijoja një biznes në mënyrë affiliate, gjithmonë, po të hapja lokalin tim, gjithmonë me këto affiliate, pra sikur janë ose franchise e them ndryshe me këto me Costa për governmentet ose për NHS-in ose gjëra këtu që kanë emër. Unë e dua kur punoj me shpirt po them për catering, për shërbimet në kuptimin për restorantet. Unë ka qenë ëndra ime të hapja si biznes. Unë kur nuk e dija, krejt kjo ide e këtij biznesi digital filloi vetëm kur 2021-shin u përballëm gjithë bota me atë pandeminë e COVID-19. Me pandeminë. Aty marrë çdo gjë një ndryshim ndryshe dhe unë të them, sinqerisht, kam ndjekur një kurs 3 vjeçar, edhe pse bëja punën, gjithë ato teste, gjithë ato provime i kam kaluar, janë net pa gjumë, domethënë derisa i kalova edhe fitova si i arrita qëllimit, po prap kur filloi që u mbyllën çdo gjë, e pam që vërtet nëse ne këtu bashkë me bashkëshortin ne kemi mortgage, pra kemi një kredi shtëpie, kemi një loan, një kredi të vogël që marrëm atëherë për arrendimin dhe e gjetëm veten shumë vërtet me një krap pune, e gjetëm vërtet shumë vështirë, 2 fëmijë të gjallë. Edhe shqyr Zotit, faleminderit Allahut që më ka bekuar me 2 fëmijë shumë shpejt afër njëri tjetrit, se rrisin veten e tyre, por them drejtën, e kam gjetë veten atëherë në atë udhkryq që o të kthesha në punë, unë e doja punën, e doja venin tim,
si e han deri të premta, ato 8 orët e mia, pushimet kur i doja dhe nuk vetëm doja të kthehesha në punë, por e kupton, me 2 fëmijë ti lesh në përçer dhe gjithë këto gjëra, unë fakt jam rrit në vetjet time dhe e shikoja si dhimbje këtë gjë, nuk e pranoja dot me veten. Dhe nga ana tjetër kam qenë një vajzë që unë gjithmonë kam punuar, Leonard. Ju kuptoj. Gjithmonë, gjithë jetën time, pavarur Ju financiarisht. kuptoj edhe në qëllëtërsinë tuaj, por edhe në atë shprehin tuaj shumë të pasur dhe shumë të sinqert dhe drejt për drejt dhe kjo është të sa vështirë ishte se tani ne po flasim me fjalë se si hyjtë në biznes, si e filluat biznesin, pse jo tradicional, por duke patur parasysh që një nënë e re, 2 fëmijë të vegjël, pavarësisht një periudhë në Angli, por jo shumë ndoshta stabilizuar. Sa e vështirë ishte ajo nisja, fillimi? Çdo gjë, çdo lloj pune, çdo lloj biznesi, çdo gjëje që ti nisë ka ato vështirësi dhe sfida në fillim, ose as për mua s'ka qenë lehtë absolutisht. Absolut. Por sot them drejtën, bota teknologjike ose mundësitë online janë shumë të mira, duke punuar nga komoditeti i shtëpisë edhe me fleksibilitet plot. Më fal. S'ka problem. E kod virozash në pranverë dhe në vjesht ftohemi më kollaj. Ne këtu si familje jemi të gjithë me viroza, me chickenpox, janë ato linje ujtë çka quhen shqip. Po ju në Angli dhe ne në Gjermani me fjalë po na doli 2 ditë diell, ne fillojmë ftohemi pastaj, e kupton se Po, vërtet, kërkoj ndjes. Vetëm dua të them që vërtet unë pikërisht në atë moment e kam vendosur që dua të krijoj diçka online për veten time. Vetëm mos mi lën fëmijën në çerdhe, edhe unë kërkoja një punë të jem e sinqert me ty, që të merrja një rrogë fund muajit dhe jo që dua të investoja. Pra, po të hapësh një biznes online sot, sigurisht që ka investim. Por ndryshe nga to biznese tradicionale, investimet shumë më të ulta. Shiko, nëse më lejon të them kështu, Leri Dona që të bëjmë bisedë miqësisht me fjalë pa këto titujt zonja zotëriu e kështu. Si çdo gjë që don një shtytje, don një suport me fjalë dhe si hyt ju pra nga biznesi tradicional, pra ju kishi bërë kurs 3 vjet me fjalë për të patur një biznes tuaj, një restorant, diçka tuaj dhe pa pritur ju kaluat në këtë digital biznes dhe si filluat me fjalë, sa e njihshi si fush? No, absolutisht njihja asnjë gjë fare. Kam filluar kështu me sy mbyllur si qorra, nuk di sa ka po shkoja. Më fal, por e kam filluar, kam qenë vërtet në një situatë shumë keqe, pasi ishte, e mbaj mend atë ditë, ka qenë 22 qershor 2023-shit, sa isha kthyer nga spitali me data e mbaj mend sepse kisha hequr tamthin, kisha gurzan tamth, edhe sa isha të kthyer nga spitali, pash njoftimin e një nëne shqiptare, dhe ajo nën kishte një djalë, edhe punonte nga shtëpia, dhe kishte bërë një postim që thonte kush dëshiron punë full time ose part time me sistem të automatizuar, pra është si përmarrja jote e lirë. Më bëri përshtypje kjo gjë dhe thash, kjo mund përshtapi, vetëm kem fleksibilitetin e plot. Nuk e dija që do ishte biznes që kisha për të investuar, dija që vetëm ishte një punë. Në momentin që më dërgoi linkun e seminarit, e kam pa, prapë s'bote sens ai seminari për mua. Fillova edhe i shkruajta prapë asaj gruas, i thash të lutem më dërgo çfarë duhet bëj tani, unë jam gati me punu. Jo, tha, do të blesh këtë linkun, merre dhe blej paketën informuese. Thash duhet të investoj, kam prit 2 javë, kam hap një kartë banke se mendoja se është skam. Skam, pra mendoj se është ndaj gjë fake, si më thon. Edhe kam prit 2 javë, erdhi karta bankës së re në shtëpi, kalova ca lek brenda, edhe kam bler paketën informuese, e kam pa brenda dhe aty më bëri sens çdo gjë dhe nuk e di ato lek që kisha nga leja lindjes që i merja, ato pa kursime që kisha mbledhur për vete, i investova në këtë biznes. Edhe them drejtën sot që nuk jam pishman fare që ja ka vlejt çdo sakrificë, çdo frikë, çdo. Tani shiko, nuk dua me fjalë kuptojmë drejt, ne do bëjmë një bisedë edhe promovuese për ju, pra sepse nuk është gjë e thjeshtë që një grua, një nën të marrë
përsipër dhe të jetë sipërmarrëse dhe aq më tepër në Angli dhe duhet që të jemi sa më të thjeshtë, pa dashur të cënojmë asgjë nga privatësia juaj, por për të gjitha audiencën. Po. Si mundet të investohet të tillë biznes? Ose kush është ajo krediti i parë që duhet të investojë dikush? Sigurisht që edhe unë kam bërë kërkimet e mia. Pra, në momentin që ti interesohesh për kompaninë, sigurisht që do shkosh në Google it, edhe shiko a është diçka reale. Po pe komente pozitive, negative, dije që aty ka diçka, kështu që nuk është pas gjë. Edhe shikon sigurisht linket ose numrat e telefonit personit që do të lidhesh, a është person real. Domethënë, në momentin që shikoje që kjo është një nën, thoya sigurisht jep atë kërko me me video, me gjëra, se sigurisht që sot ka shumë biznese që janë mashtrime online, po unë po flas ndryshe nga këto bizneset piramid, po flas ndryshe, nuk është i tillë nga këto biznesi, nuk është si këto që janë kripto, Kuptoj. Është një biznes real, po. Shiko, duhet bësh kërkimet e tua, nuk mund të besosh. Në momentin që ti futesh brenda, ke mundësinë të ftojnë dhe te grupi VIP ku janë gati 300.000 anëtar sipërmarrës të lirë, të suksesshëm. Po mirë, sigurisht që fillon e beson. Të bëj një pyetje tjetër, ta bëj pak më ndryshe. Sa realisht fitohet me këtë biznes online dhe nëse fitohet realisht, ku gabojnë njerëzit më shumë? Sipas eksperiencës tuaj. Po sipas eksperiencës time, do të them që vërtet fitohet. Biznese që paguajnë komisione të larta, sigurisht që fitohet. Edhe mendoj që njerëzit në fakt, se edhe me mua, domethënë, janë shumë njerëz që e nisin me entuziazëm. Edhe pastaj në humb durimin e të mësuarit, humb durimin e dëgjimit, ato pak takime që ju takojnë me marr mujore apo javore si do qofshin. Me ndjek trajnimin, sidomos tani online, se këtu Leonard, unë po të flas me Leonard, në fakt. Pa problem, se të bëjmë bisedë miqësore, s'e dhe problemi. Do të them që vërtet shumë njerëz kur e nisin, se këtu është biznes online, sigurisht që ti nuk mund të bësh gjëra tradicionale, çosh mëngjes të hapësh derën, kupton, është ndryshe. Ti do hapësh atë faqen tënde që ke krijuar te platforma që ty të pëlqen, për shembull Facebooku, Instagrami, linki, TikTok, kudo qoftë, YouTube. Atëherë, unë sigurisht që biznesin tim kam shtruar në platformën e Facebookut, këto të metës që janë të lidhur bashkë me Instagramin. Aty unë shikoj që audienca shqiptare është goxha e mirë, dhe aty ka funksionuar shumë mirë për mua. Edhe sigurisht që do të çohesh mëngjes, do bësh një postim, sigurisht që nuk shesin produkte dhe kjo është e mira e attraction marketing, por çfarë bëni ju? Do bësh postim. Çfarë bëni? Çfarë shet? Si fiton ata lek? Si fitohen? Si duhet dikush, për shembull, është dikush duke na ndjekur tani dhe do të ketë këtë biznes si puna juaj. Çfarë shitet? Çfarë blihet? Shiten domata aty? Aty shitet, unë do jem thjesht mentore ose udhëheqësja kur të lidh, domethënë që të lidh është affiliated business, pra që të lidh me kompaninë tonë, që është vërtet goxha e qëndrueshme, që operon prej vitesh, dhe do kesh mentorimin, sigurisht që është produkti brenda, po ti nuk merresh fare me këtë pjesë. Dhe komisionet, siç e përmenda fillim, vijnë kur ti trajnon njerëz tjerë, pra ne shesim mundësinë e këtij biznesi, ku vetëm jemi këtu për të inspiruar, për të dhënë atë besimin, për të frymëzuar të tjerë të nisin këtë rrugë tim. Edhe për t'i mentoruar sigurisht. Nuk mund të flas për produkt sepse nuk bën sens, kupton Leonardo, nuk bën, nuk ju dini, shiko, fal tani, shiko. Ky emision është totalisht i juaj. Me fjalë edhe kur kemi biseduar në privat, me fjalë unë nuk është se e njoh, më thënë drejtën, si fush, dhe nëse edhe pyetjet e mia ndoshta nuk janë ato të duhurat, por përpiqem të jem edhe një dëgjues totalisht out në këtë pjesë që mund të bëj edhe pyetje foshnjërake apo pyetje që ndoshta për ju s'ka shumë kuptim, por ne duam që të kuptoj audienca diçka më shumë. Po,
unë sa po e thash, nuk di çfarë të them më shumë. Jo, Pra, okay. okay. Sa i ngopër është tregu me këtë coaching, me këtë biznesin, me fjalë dhe Oh no, është diçka shumë e re, pra është diçka attraction marketing. Nuk e dija, ndjek intervistën amerikane që është Forbes. Para 2 vitesh ka folë vërtet edhe për njerëzit që fillojnë sipërmarrjen, ndërtimin e sipërmarrjeve online, që thonë pra ato që nisin sot një sipërmarrje online janë ato që nesër pas nesër do jenë milionerët e nesërmes, le të themi. Pra sot sipërmarrjet online funksionojnë gjithë botën. Unë shikoj shumë edhe nga komunitetet tjera sa kanë ecur në këtë biznes. Dhe ne sinqerisht të 2 vitet e fundit u shikoj që shumë shqiptare vërtet kanë arritur shumë larg në këtë biznes. Në komunitetin tonë. Kuptoj. Ecën, funksionon. Okej. Si dallohet një mentor serioz nga një guru i gënjesht të tjera? O, qa pyetje. Nuk e di, nuk isha përgatit për gjëra të tjera sot. Unë po, në fakt thënë drejtën, duhet gjithmonë të gjeni ato njerëz që janë suksesshëm, ato njerëz që nuk janë egoist. Leonard më lejo ta them këtë sepse. Po jo, lirshëm, flasësh lirshëm, pa problem. Ego sot ka shumë, por duhet vërtet gjesh dikë që ka dhe përkushtimin, ka të ndërgjegjen mbi gjitha, dinjitetin që kur ta marrin diçka përsipër, vërtet që të thotë, hey, unë do të ndihmoj, të mentoroj, të ndërtosh këtë biznes. Kur ne po flasim për biznes që ti do të kesh një sistem të gatshëm, një sistem që është me shtrirje globale, pra që ti i ke gjitha mjetet, si me funnelin, me emailin marketingut, me website-in, me gjitha, pra sistemi është ai që mendon për gjithë gjërat që ti sjell njerëzit ty. Ne nuk po flasim për një rrjet njerëzish këtu që ti do dalësh të kërkosh njerëz. Sistemi ti sjell këtë gjëra, mos ki merak, por aman ka të bëj vërtet që ti të zgjidhësh njeriu në duhur ta fillosh biznesin, sepse unë shikoj edhe në komunitetin tonë disa që vërtet kërkojnë ndihmë nga grupe tjera, nga mentor tjerë, janë të humbur, edhe sidomos kur ti se është diçka krejt e re, dhe të humbësh edhe pak fillim. Kjo është ajo, si thosh, baza çdo gjë, pra sepse duhet ta kuptosh atë kush është me ego të smur apo me ego negative, duhet të kuptosh atë që vërtet jep, si thosh, orientimin e duhur dhe edhe mentori mirë të jep mësimin, të mentoron, ato gabime që për shembull kam bërë gjatë rrugtimit tim, nuk i lej të tjerët gabojnë, kupton, janë shumë gjëra që prandaj duhet zgjidhësh me vëmendje. Më vjen një pyetje në një zonjë, thotë respekti Leonardot, pe ndjek me vëmendje, thotë emisionin e sotëm, edhe pse thotë më thon të drejtën, shumë pak po kuptoj, por nëse unë jam në Shqipëri, thot, në Shqipëri kam mundësi, unë thot, të kem mundësi të kem një biznes, apo të më orientoj kjo zonja se çfarë unë mund të bëj? Po, patjetër, edhe unë patjetër do të mund të lej numrin tim ose mund të regjistrohet te website-i im që s'm lejo ta them. Patjetër. Është biznes global, patjetër që mund ta bësh edhe në Shqipëri, unë patjetër që kam dhe sipërmarrëse nga Shqipëria që punojnë me neve. Vetëm duhet kemi parasysh se unë mendoj që Shqipëria akoma nuk i ka ato mundësitë ekonomike mirë për ta unë mendoj që Shqipëria ka 2 shtresa. Ka ato të pasurit që vërtet janë të pasur dhe janë nisi një biznesi pa e vramendjen, dhe janë ato të tjerë që janë të varfër dhe s'kan mundësi. Por që vërtet vazhdimisht themi fatkeqësisht është vërtet kjo me fjalë se shoqëria shqiptare unë kam hasur sepse unë kam shumë gra që për shembull gra dhe prindër që vinë dhe i kam biznes nga Shqipëria, por që janë ato që o punojnë, ka një punë stable, janë ato që për shembull punojnë në për banka, në për si mësues, kupton, kanë diçka, kanë një të ardhurë të mirë. Kurse janë ato të tjerë shtresa tjetër që vërtet kanë dëshirën, kanë vullnetin, por s'kan mundësinë e investimit. Sigurisht që unë do të flasë dhe ja shpjegoj zonjës të gjitha, pa mëra. Okej, mi fjalë sepse po bërej, mi fjalë se po më shkruajnë në numrin tim privat dhe në Messenger, por gjithsesi. Shiko, të bëj një pyetje kështu konkrete, mi fjalë ose fare të thjesht. Pyetje idiote s'ka, po pyetja është gjithmonë nëna e dijes. Unë kam 100 euro, duhet të investoj 100 euro.
Funksionon kështu? Hyn me fjalë për ta bërë pak më të prekshme për dëgjuesit. Nuk funksionon ashtu. Përkundrazi janë ca hapa për të ndjekur, ato hapa që kam ndjekur dhe unë. Po, këto hapa na e thuj me fjalë. Qëse lejohet gjithmonë. Janë ato politikat e kompanisë që duhen të respektuar, pra ti regjistrohesh në website, e shikon që je në sistem, merr linkun, shikon seminarin, do marrësh paketën informuese, edhe paketa informuese është e rimbursueshme 30 ditë. Dhe në këtë sa kushton kjo paketa informuese? $149, nuk e di sa mund të jetë në euro, besoj se 130 euro. Dhe në momentin që bën këtë pagesë e shikon vet, askush nuk bë presion, je e lirë të vendosësh si ta shikosh vet mundsinë. E bleva këtë paketën unë, e bleva. Me falën, thash gjithmonë të bëjmë një bisedë për dëgjuesit. E blej këtë paketën unë dhe e lexoj, informohem, pastaj si investohet, çfarë do që unë ta kthej në fitim diçka. Po, në rast se ti vërtet vendos të fillosh me hapin tjetër, sigurisht që do të kesh marrja një licencë, se po flasim biznes ligjor, që ti ato të ardhurat që do fitosh nga ky biznes. Po, ato të ardhurat që do fitosh nga ky biznes do paguash taksa në shtetin ku ti jeton, kudo qofsh, në Amerikë, në Kanada, sepse un kam distributor gjithë botën. Gjithë njerëzit është biznes në rregulla dhe atëherë është totalisht vendosja jote të fillosh me marrjen e licencës, ku të jepet gjithë sistemi ty dhe pastaj mentorimi që do jem unë hapësapi me ndjekur deri ku ti të ndërtosh biznesin tënd. Pra po flasim këtu që ky model biznesi Leonardo është i krijuar tamam për njerëz që s'kan pas eksperiencë si puna ime, për njerëz që vërtet kur bëhem të fitoj lek. Po shumë shpejt, për 2 deri në 4 javë, në momentin që ti pyetja tipike çdo shqiptar, jo. Po pse se ke bërë të pyetje vetës ti kur e ke filluar? Unë kam qenë shumë këmbgulse dhe shumë skeptike, unë kam bërë më mirë atëherë. Edhe unë si moderator, ndoshta vërtet mund të kuptoj më shumë apo mund di diçka më shumë, por unë duhet ta bëj sa më të thjesht për dëgjuesit, për ata që na ndjekin, për ata që kanë dëshirë apo kanë dëshirë të bëjnë nga këto pyetje naive, se vërtet janë pyetje naive, por duhet të shkojmë sa më të qartë edhe tek audienca për ta kuptuar. Po. Fiton, po. Fiton, po normalisht çdo biznes për 2 deri në 4 javë, pra sa të ndërtosh sistemin, ose do marrësh. Bëni gati, futni 1.000 pound, për 2-3 javë i merrni 10.000 pound. Nuk funksionon ashtu, sinqerisht. Përkundrazi, ju duhet shumë punë, ju duhet shumë durim, ju duhet shumë edhe për kushtimin, edhe vullneti herë me punu me sipërmarrjen tuaj, pra se sigurisht që do përkushtim. Kush janë të gabimet më të mëdha që bën, sidomos komuniteti shqiptar ndoshta, në tilla biznese? Presin apo nga këto pyetje që bëj unë, mi fjalë, kështu si shpreson. Ja, këto janë. Presin rezultatet shumë shpejt. Ndonjëherë vërtet janë ato që vërtet e ndjekin trajnimin, kam vëre vërtet të gjithë ato njerëz që e kanë ndjekur trajnimin vëmendje, sepse është bazuar tani edhe në gjuhën shqipe, ka titra në gjuhën shqipe, është vërtet një platformë e mrekullueshme jona që mendon për çdo gjë, por ato që vërtet e ndjekin trajnimin dhe e din pse natyre pse e kanë nis. Pse për ti Leonard pse mund ta nisësh? Pra, ky është një sipërmarrje që ti po investon sot në këtë biznes, po merret licencë, aman nëse pas nesër këtë sipërmarrje aty ku e lën ti mund ta trashëgosh të fëmijët e tu, pra nuk është diçka që po e humb sot edhe nesër. Nuk është si këto bizneset piramidë që më vin shumë gra nga Shqipëria që më thon, "Hey, a mos je LRS, a mos je nuk e di çfarë janë ato, sinqerisht s'kam punuar kurr, por po flas për një platformë kanadeze që e ka ndërtuar këtë sisteme me të gjitha gjërat që nevojiten për të pas sukses online. Edhe nuk do lodhesh në shitjen e produkteve, mas gjetjen e njerëzve, mas gjë. Pra, ti investon sot diçka që e pret që vërtet nuk do të sillin më në natës lek më bë milionere, por me kalimin e mujve, viteve. Milioner, se pas kanë thënë që tregtia ka pas thënë dikur apo biznesi mos rrjedh pikon, problemi është që njeriu duhet të guxojë, duhet të ketë ide, duhet të ketë fantazi,
duhet mos të Po, duhet jetë kreativ, duhet jetë pak kreativ, po, duhet jetë kreativ. Edhe për mua Leonard mos mendoj që ka qenë lehtë, sinqerisht kur mentoroj njerëz. Unë s'pe mendoj fare të lehtë, po biles madje po them bravo Samir, ja ke dalë dhe ku e ke gjetë kohën duke qenë emigrante, po në re, po me fëmijë të vegjël, bashorte, pra pikërisht të dua të them. Dua të them pikërisht se është sistemi automatizuar, mjafton 1 deri në 2 orë në ditë ti përkushtohesh, por dua të them që vërtet ka qenë net, që unë veja, kisha ndoshta edhe çunin në vogël me temperaturë ose të madhin, i veja me fletë dhe unë punoja ke këmbë të tyre se s'kisha akoma i tavolinë, jo se sot i kam gjitha kushtet. Aman isha aty një tavolinë se kisha, punoj me kompjuter mbi krevat edhe mentoroja njerëz tjerë. Ndoshta jepsha për sa molshunit, hajde thoj se u qetësohet ky tani për 1-2 orë dhe unë jam rregull ta përfundoj tjetrën. Pra, suksesi do përkushtim, nuk ka sfidat e veta. Absolutisht. Dhe jeta është e bukur atëherë kur ne tentojmë ta sfidojmë, sepse jeta na sfidon ne duhet të sfidojmë atë. Kështu që ne duhet të jemi kreativ, patjetër duhet të jemi interaktiv, duhet të kemi shumë guxim, shumë kurajo, dhe duhet të jemi me ide të qarta. Çfarë duam të realizojmë veten. Edhe frymëzimi ose inspirimi im që më ka marrë këtu në këtë rrugtim deri më sot, që kam arritur të sukses sot, është se vërtet gjithmonë jam fokusuar te pse ime, pse e nisa, sepse po ta lej këtë si përmarrje, mos i përkushtohem, mos kam rrugë tjetër përveç se të shkoj të punoj në një punë tradicionale të suportoj familjen time financiarisht. Pra, në momentin që ti fokusohesh te pseja jote, në momentin që ti vërtet e din vizionin tënd, i vendos vetes një gol. Unë për vetën time kam bërë një kartë vizit, unë e di ku 2027 di se ç'a goli du me arrit në këtë biznes, apo me jetën time, që blerja një shtëpi, apo blerja një makinë ose diçka, duhet me pas një vizion përpara ku me hec. Në fjalë 2027 ti mendon të bësh pushime në Mars. Pse jo? Pse jo? Sa vështirë është të më lejosh edhe shakat, në fjalë. Sa vështirë është të ndërtosh një biznes të tillë në diasporë, sidomos në Angli. Është vështirë, ka taksa shumë, ka peripeci, pra në diasporë ose në them drejtën, sot rrjeti bota online, le të themi, ka përparuar shumë përpara. Dhe unë personalisht e kam parë si avantazh këtë mundësi, duke jetuar jashtë vendit, të ndërtosh si përmarrjen time digjitale dhe globalisht sigurisht, dhe nëpërmjet sistemit të automatizuar, edhe sot ka mundësinë të bëj të njëjtën gjë që të ndihmoj të tjerë, prindër, gra, nëna, sidomos shqiptar në diasporë, të bëjnë të njëjtën gjë duke fituar online. Si mund të më vjen prapë një pyetje, nëse më buzis, si mund ta vizitoj, thot, sepse zonja tha që mund ta jap website-in tim, por nuk e dha. Si mund të hym në website-in e zonjës, apo si mund të lidhemi me zonjën Leridona, thot. Vetëm mund ta shkruaj dhe pastaj mos i marr intervistën aty, ose mund ta them, është shumë e thjeshtë, vetëm www.leridonaleshi.com. Okay, www.leridonaleshi.com. Yes. Okay, yes, of course. Edhe duhet të regjistrohesh me emër edhe me email adresë, edhe sigurisht që të hapet pastaj seminari ku ti do ta ndjekësh. Pastaj sigurisht që do vish me mua, sepse është linku Facebookut tim, dhe lidhu me mua dhe unë të shpjegoj hapa të radhë. Ne kuptoj. Sa vështirë është të menaxhosh kohën si menaxhere cateringu dhe si mentore, si Adel? Për mua ky sistem është se vërtet ke mundësinë pra nëpërmjet fal fleksibilitetit, ti ke mundësinë të japësh përparësi familjes. Po sistemi automatizuar mendon përgjigjet njerëzve, njerëzit e shikojnë ndoshta një post ose reklamën tënde
dhe automatikisht sistemi mendon si t'ju nisin seminarin, si ti dikush mund ta blej paketin informuese, çdo gjë është në mjet automatizimit deri ku të vinë momenti që do flasim me mua dhe unë t'i mentoroj. Pra, për mua mentorim mi fjalë është është një pjesa që ju informoni apo që ju i përgatisni, që ju i ndihmoni këta njerëz? No, duhet më ndjek, po, jo, tani ka të njerëz që thonë e di çfarë, bëri investimin, mori licencën, tani këtu shif trajnimin vazhdo. Po ka dhe nga ato njerëz që vërtet kanë pak ndërgjegje dhe janë vetvetja dhe të ndihmojnë me ato 3-4 hapa që ti ndërtosh sistemin tënd. Sigurisht që trajnimi është bazuar në video, edhe është shumë i thjeshtë, edhe unë thjesht jam për një telefonat ku ngec, ku ke nevojë për diçka, sigurisht që nuk lej të gaboj. Kjo është anglisht, patjetër? Po, në momentin te website im seminari vjen në anglisht, por unë prandaj gjithmonë flas me njerëzit dhe ju nis me titra në gjuhën shqipe. Është platformë kanadeze. Kuptova. Duke patë parasysh që ti ke punuar me fjalë ku the edhe në Itali, edhe në Shqipëri, je përpjek që të kursesh lek nga Shqipëria për shkollë në Itali, nga Italia pastaj Anglia, punë edhe atje, pra jeni marrë, si thosh, me punë në biznes tradicional. Tani, duke përfshirë përvojën tënde, duke parë biznesin tradicional dhe tashmë me këtë biznesin online. Kush është fitimi më i sigurt? Sot duke marrë parasysh botën teknologjike, unë them drejtën, edhe bizneset tradicionale mund të kenë ato fitimet e veta. Duhet dish vërtet hapësh gjëra të reja sepse po ecim me botën moderne, por për mua mendoj që më shumë përparësitë ka bota digjitale. Inteligjenca artificiale sot të krijon diçka në moment, duke filluar me krijimin një reklame, përshkrimin një posti, krijimin e një një platforme që ti do me hap një biznes tëndin, gjitha, inteligjenca artificiale ti bën. Edhe ti duhet me ChatGPT mi fjalë. ChatGPT-ja. Unë gjithmonë e them edhe me supermarket kur bëj mitinget e mia, them gjithmonë e di çfarë, mos bëhemi shumë dembela nga ChatGPT-ja. Vërtet është aty ndihmë, është aty për të rregulluar. Thuaj më të shkretën ama se ne deputetët e parlamentit na bëjnë diskutimet me ChatGPT, ama mos Leonard, flas nga përvoja ime, kur e bëj një postim dhe një foto që unë e postoj normale në ditën time dhe ndoshta pa krehur flokët që e bëj në rrjetet sociale të faqja ime biznesit, ajo merr më shumë klikime se sa një që unë e modifikoj, e rregulloj, e fantazoj atje në ChatGPT. Më thënë drejtë na ka marrë malli të shohim njerëz origjinal, ë? Sepse çdo kush nxjerr foto me filtra, foto ku diun, nga më të ndryshme pra që i bëjmë me këto inteligjencat artificiale dhe po nuk e di, me fjalë na ka marrë malli të shohim njerëz origjinal. Po normale. Sa ndikojnë rrjetet sociale Leridona në ecjen e këtij biznesi? Pa ju tha që përdorni meten, me fjalë Instagramin, Facebookun, kush janë këto, po ndikojnë, japin akses apo duhet patjetër të kesh website apo të kesh këtë linkun dhe të punosh përmes linkut? Tani mendoj unë flas gjithmonë për biznesin tim që unë zhvilloj, nuk dua që ti ne kemi Leridonën këtu, kështu që ne për Leridonën do flasim. Dhe njerëzit duhet marrin shembull Leridonën, duhet të kuptojnë se si arrihet një sukses, se si duhet të këmbgulësh, çfarë duhet të bësh. Dhe prandaj unë jam mirënjohës që ti na nderove sot në emision, sinqerisht, sepse është edhe një temë që njerëzit e hasin shpesh apo që ne edhe nuk e kuptojmë, nuk e dimë dhe për këtë jam shumë falënderues që ti pranove të ndash atë ekspresën tënde dhe të japësh nga vetja jote, kurajo edhe për të tjerë dhe për të kuptuar diçka më shumë. Shumë faleminderit juve për ftesën, vërtet që më dhat këtë mundësi që edhe unë ta promovoj biznesin tim. Po, du të them që vërtet biznesi mund ndërtohet
absolutisht që po në përmes internetit. Dhe sot interneti është një treg global tani më, ku nuk ka kufizim vendi, ore apo rrethanat. Pra unë personalisht kam ndërtuar, domethënë, këtë rrugtim si sipërmarrëse për të fituar të ardhura online. Kjo është krejt qëllimi im, domethënë që gjithë e kam filluar dhe mirë është se në momentin që ti arrin, le të themi, një rang të caktuar në këtë biznes, është se ti fillon marrësh edhe ato pensionin ose dalësh pension. Pse edhe pension të nxjerrë? Po, është një bonus ke 5.000 euro çdo muaj gjithë jetën tënde. Ta fal biznesi këtë, mi fjalë ta fal kjo. Po, kompania jep këtë mundësi bonusi, po. Çfarë moshë del pension aty? Unë kam parë me mirë antarë në komunitetin tonë që kanë dalë 23 vjeçë, 18 vjeçë. Po pse të dalësh në pension aty mund të punosh edhe 80 vjeç, 90 vjeç. Pse të dalësh në pension? Po tani shiko, Leonard, ne jena rrethuar me këtë sistemin modern sot që vërtet punojmë 9-5 edhe në fund ditës marrë një pension dhe asgjë më shumë. Ndoshta dikush ka më shumë, dikush më pak, po në fund ditës kjo është jeta. Kjo është tradicionalja, më thënë. Kjo është tradicionalja. Po, tradicionalja. Po tani online është se teknologjia përparon përpara. Edhe mendoj që vërtet ato që sot nuk din ta përdorin teknologjinë janë ato që nesër do hasin shumë vështirësi për të fituar. Se ti e shikon, flasin viti 2027 do vendosen robot, do i fusim në përshkolla, çdo gjë në mënyrë digjitale. Ne këtu në Angli kudo që shkojmë, pra çdo gjë i paguajmë contactless. Unë lexova që edhe në Kin një grua mi fjalë kishte marrë një dashur robot, kupton? Tash ne edhe fëmijët mund ta pikturojnë të shtëpia dhe na vjen nga Amazon, po. Po, sinqerisht unë nuk e pëlqej as pak këtë sistem që është ndërtuar vërtet, por duhet hecim me kohën, s'kemi çfarë bëjmë, përndryshe do të ngelim aty pastaj. Mbrapa dhe asnjë gjë. Shiko, Leridona, unë as kam lek, as kam experience. Por dua të bëj biznes. Çfarë më këshillon? Më kupton më çfarë mund të këshilloj pa lek. Jo, tash pa lek, pa lek s'bëhet asgjë. Nuk del dot as nga shtëpia. Pa experience, mos ke merak, se këtu ke Leridonën, që Leridona kur e ka filluar këtë rrugtim që e përmenda që në fillim, ka pas thjesht një Facebook personal, këtë që ne kena kontaktuar për herë të parë bashkë, Leridona Meshi. Më kuptoj që unë për bëj këtë pyetje për dëgjuesin, nuk thash thjesht. Po jo, shumë mirë, shumë e vënd. Po desha ta bëj fare të thjesht për të kuptuar atë çfarë dëgjuesi mund të ketë në mendje. Sinqerisht e mirë është që ti mund të ke mundësinë e investimit minimal, normal apo maksimal. Pra nuk është domosdoshme të bësh një investim shumë të lartë. Edhe për njerëzit që për shembull janë në Europë, unë gjë që unë nuk i sugjeroj këto kësat mujore, kamata që janë, por kanë edhe mundësinë ta fillojnë edhe me pak, edhe brenda 11 muajve, nuk kanë ndonjë interes të madh, se flasin për 30-60 euro, por edhe këto shumë njerëz e bëjnë këtë mundësi, vetëm për ta provuar, për ta kuptuar që është 30-60 euro. Do të thonë, në rast se ti vendos ta fillosh të biznes, unë nuk e sugjeroj që njerëzit ke mundësi të fillosh për shembull me një investim normal ose maksimal ose do të thonë kush është normali? Pra, të flasim kush është normali, një fillim normal. Normali mund të themi te 5K, një normal 5K. Tani në momentin që ti bën këtë model, këtë investim, zgjedh këtë investim, e bie që vërtet ti do kesh një sistem gjithë gatshëm për të strukturuar gati, edhe që ne pastaj do e ndërtojmë në emër tonë bashkë me ty. Okej? Është, do të thonë, që mendojmë me website-i, me email marketingut, me të gjitha që ti pra të kesh një biznes si që kam unë sot, një sistem të gatshëm, të automatizuar, që funksionon edhe pa praninë time ku unë jam. Edhe pra, krejt ideja është që ky është tamam mirë për nënat, për emigrantët që hasin ato vështirësitë e fillimit, për si morë veç për nënat, gratë ku i harxojnë lekët, gratë? Burrave i duhen lekë, se ata dalin gjithë ditën.
Burrat që të fitojnë lek. Po kjo mendoj jo, unë kam edhe prindër kam, nuk mund ta mohoj këtë gjë. Edhe prindër kam. No, është një biznes global që mund ta bëjnë edhe meshkujt, këtu nuk ka dallim gjuhe, nuk ka dallim vendi, nuk ka dallim moshe, as gjinie, as gjë, nuk po e them këtë. Përkundrazi, ne kemi edhe prindër. Edhe unë shpresoj që dalin i pari mashkull shqiptar që të arrijnë vërtet atë bonusin umëzim, por pres të aduar të kasë të hajnë. Në meshkull shqiptar, o do në bëjmë milioner brenda natës, ose ndryshe s'bën. Po, duhet durim. Kemi pak problem këtë pjesë e durimit në. Qëndrueshmëri, po. Shiko, normalisht që si çdo punë, si çdo gjë në jetë, me fjalë, ka ato presionet e veta, mund të ketë dhe dështimet e veta, pra si çdo gjë, ju si e menaxhoni presionin, sepse besoj se jeni është gjë fare kështu pa presion. Dhe u parasisur me fjalë që të zhgënjeni, të thoni një vetës, wow, Leridona, ç'a bëre vetës, pse kjo, pse ajo. Po, e kam thënë edhe unë fillimet e mia. Jo më larg, kam arrit në milestonin e 4 ose 5 në të biznes. E vërtet ka qenë, nuk e di, rash krejt poshtë një atëherë, si nga ana emocionale, si nga gjitha. Mendorisht, profesionalisht gjitha, nuk kisha pik durimi ose nervi. Kjo ndodhi sepse vërtet nga puna që kisha shumë, edhe na herë di, kur e kërkon suksesin e do shumë punë dhe reklama ime vërtet bëri boom aty jashtë që pata shumë njerëz për të mentoruar edhe nuk po jepja as vëmendje fëmijëve të mi dhe në fund ditës thoja wow, çfarë kam bëu vetes, po humb shumë kohë. Se vinte burri nga darka 2 orë ja merja. Veja fëmijët prap në gjumë, prap duhesha të mentoroj dikë. Domethënë, gjithë ditën kur burri ishte në punë, veja çuna në gjumë ndonjëherë në drekë kështu në shkëputje, prap unë isha me telefon dorë. Pra, domethënë, telefon dorë ose në një telefonat ose dikush që merrte, ose nuk e di, ato 2 muaj vërtet kanë qenë shumë për mua. Por e di çfarë gjithmonë jam kthyer tek ajo ato javor që kemi në çdo javë masterminds, ku vërtet është për tu admiruar sepse prezantohen nga 2 themeluesit e kësaj platforme, pra ato janë aty çdo javë për neve, për të ndarë strategjitë, për të gjetur një mënyrë si vërtet na inspirojnë, na motivojnë, dhe vërtet ndajnë çdo gjë me ne dhe si ne të kemi gjithë sukses. Pra, vërtet është për tu admiruar ku një huaj Leonard që ti se njeh të ndihmon më shumë se sa shqiptar, se sa i joti. Ja, okej, me që se jemi këtu. Ke patur me fjalë të bësh më shqiptar në këtë biznes ose Po, sigurisht kam pas. Edhe unë me shqiptar, me audiencë shqiptare punoj. Pra, ajo janë ato konflikte që kemi në shqiptarët, me fjalë ose me këtë zhargon. O bë kjo, ç'është kjo, pse kjo, kështu gjëra që kemi në shqiptar. Nuk kam pasur konflikte, sepse në momentin që ti Leonard tregosh transparent që në fillim që hey, është mos ja bëj thjesht transparent, mos ja bëj Të ta bëj pak ndryshe pyetjen. Sa vështirë është për një grua për të ndërtuar një biznes të tillë, por edhe për të ruajtur një autoritet? Atëherë, nuk është shumë e vështirë. Në momentin që unë nga kërkimet e mia ka qenë për mua primare, ka qenë që apo bëj një biznes që vërtet është ligjor, është i ndershëm, edhe mos të mashtroj njerëzit, pra çdo gjë është në mënyrë transparente, sepse edhe unë këtë pyetje kërkoja në fillim kur fillova unë. Paktën nëse është mashtrim thoja, ok, digje mua mos marr tirë në qafë, por në momentin që ti futesh, bësh pjesë e programit, ti shikon gjërat. Dhe kur e kupton që vërtet për mua rezultatet e para kanë ardhur, kur kam prekur komisionet e para, Leonard sinqerisht vjen qash sot, kam thënë, ok, për mua funksionon, pse mos ta ndihmoj edhe një nën tjetër të fitoj. Është, e kupton? Shumë bukur. Po, funksionon. Edhe dijes aty jashtë ka njerëz që vërtet kërkojnë diçka reale, diçka me pas mundësi me punu nga shtëpia. Edhe është gati aty me marr screenshot, e shikon postimin tënd dhe ndan me të tjerë. Dikush tjetër gjithmonë ka nevojë. Unë gjithmonë them që vërtet edhe sipërmarrësve të tjerë, dua ta them këtë mesazh që posto, nuk ka rëndësi koha, dita, ora, posto, do vi momenti i suksesit tënd.
Në kuptoj. Si shikoni, sa kanë, ose sa janë të interesuar shqiptarët në diasporë për diçka të tillë? Pra, e shikoni që shqiptarët po shkojnë drejt këtij drejtimi, apo jemi të vonuar? Po, jo, sigurisht që të them, unë 2 vite e gjysmë kanë këtë platformë që jam, si përmarrje që kam ndërtuar, dhe dua të them që vërtet krahasimi me vitin e parë që unë kam filluar është tani shumë më i madh. Pra, një reklam që hedh, njerëzit nuk bëjnë shumë pyetje si fillim, shikojnë, njerëzit sot vërtet janë gjendje ta blejnë atë faqen tënde, ta kuptojnë kush je, nga je, ç'a bën, edhe ka dhe njerëz, kam hasur edhe me njerëz që vërtet e kanë marrë paketën informuese pa kontaktuar me mua, dhe thjesht me një mesazh, okay, do të shihemi për telefonate strategjike. Gjë që unë tash ka një vit që jam bë trajnere, pra coach, edhe direkt nuk i kam pas një fare njerëzit, 5-6 herë më ka ndodhur kështu, sidomos nga ato njerëz nga Amerika, Australia, Kanadaja, po flas për emigrantët shqiptar që ndodhen atje, vërtet ato janë ndoshta një mendje ndryshe nga ne. Ju jepni këshilla në shqip, në fakt, nëse shqiptarët kontaktojnë me ju, pra ju komunikoni në shqip, jo në anglisht. Po bëj këtë pyetje, në këtë kuptim i thashë, nuk e ke të detyrueshëm të flasësh në anglisht. No. Okay. No. Edhe shqip, patjetër. Okay, no. Jo, nuk është detyrim shqip, domethënë vetëm anglishtja. Tani mirë është që ti dish gjërat primare, një mesatare. Okay, po thash nëse ju telefonon dikush apo ju komunikon dikush. Po, unë jam këtu shqiptare 100%. Okay, në fjalë nuk e ke po thosha nuk e ke të detyrueshme nga kompania që ju të komunikoni në anglisht. Okay. Jo, sepse vërtet janë njerëz që janë italian, janë romen, janë filipines, janë ku dëgjon indonezez, kinez, ku dëgjon gjithë bota që nuk di një fjalë anglisht dhe sinqerisht janë majet suksesit sot. Si puna ime për shembull, zi anglisht, si puna ime. As që nuk e vej dyshim, jo, vërtet ke qenë sa më fat. Leridona, si çdo punë, njeriu ka dhe plane, projekte. Tani, ju keni filluar me planin, me projektin që të ndërtoni disa të ardhura për të ardhur për të patur sa më shumë të ardhur për familjen, për të ardhur në krah bashortit, për të rritur fëmijët e tjerë. Tani, ju keni ardhur në këtë pikë. Kush janë ato planet, projektet e Leridonës, po themi, në një 5 vjeçar? Okej, them drejtën, kur e kam filluar, e vërtet, e kam filluar si të krijoj paktën një mundësi financiare dhe të kem paktën 200-300 pound, thoja me të mia në muaj, vetëm mos të kërkoj lek bashkëshorti, po të kem lekët e mia mos të jem e pavarur financiarisht. Kjo ishte ëndra ime që unë lutesha kur kam filluar këtë biznes. Sot, tani ku e shikoj veten këtu ku jam, mendoj që për 5 vite sigurisht do të arrij ato pensionin. Do jem e pensionuar. Do bësh pensioniste? Po, që mos të mendoj më për punë fare. Bukur, interesant dhe kemi fjalë, po. Edhe jo, pavarësisht shakas, unë po vërtet po e flas më shaka. Po ajo është një nga vërtet ato që golat që i kam vu vetes time, por vërtet është edhe dëshira për të ndihmuar të paktën vllajin tim, sepse ai nuk është në gjendje që të punojë dhe jeton në Shqipëri dhe unë dua që vërtet dëshira ime si motor është që të kem mundësi një ditë të blej një shtëpi të vogël ose një apartament të vogël në Tiranë diku që dhe ai të jetojnë brenda. Kjo është ajo dëshira më e madhe që vërtet më bën që unë punoj fort të biznes. Sinqerisht bravo dhe unë uroj me zemër që ti t'jesh e suksesshme, sepse me vërtet me këtë mesazh apo që një person që përcjell shumë pozitivitet dhe më tepër se kur s'kemi patur nevojë ndonjëherë për njerëz pozitiv në shoqërinë tonë dhe uroj që ëndra juaj për të ndihmuar vllajin si çdo motër për vlla, por ju që po thoni që ka dhe probleme me fjalë dhe të gjini në krah, uroj që të realizohet sa më parë. Po, ajo është
pikëllim zemër time që se nuk do arri. Nuk e di çfarë të ketë shkruajt Zoti, por ajo është dëshira ime të realizoj hapin e rradhës. Pra blerja e një shtëpie që unë e përmenda edhe në fillim është vërtet diku në Tiranë për vllajën tim. Vaj ka diçka problem fizik, ka diçka problem ndjes nëse nuk e di, besoj që i ka ardhur domethënë okay, ne jena arritur vetëm një prind, edhe ai kapi pak si skizofreni, nuk e di çfarë. Është nën mikim tani, por nuk është në gjendje për punë. Ka ndërtuar familje vllai, ka familje ose më Jo, absolutisht jo. Uroj më të mirë. Kërkoj ndjes nëse të gasmova në të pikë, por më bëri vërtet shumë përshtypje ai mesazhi juaj, sepse duke parë parasysh komplet dhunën dhe çfarë shoqëria dhunshme dhe ashpre jemi bërë, ne kemi nevojë për njerëz që dinë të përcjellin mesazhe dhe dinë të jenë, si thosh, social. Kemi nevojë shumë për njerëz social. Loridona, nuk e di se sa i keni ju ato bisedat online apo komunikimet, trajnimet, por ne bëm një orë bashkë dhe ne e zgjasim derisa të duash ti. Nëse ke diçka që unë nuk dita të të pyes apo nuk isha në lartësinë e duhur, ti mund ta thuash vetë, mund ta prezantosh vetë, mund të japësh mendimin tënd apo mesazhin tënd si ti ta mendosh. Faleminderit shumë vërtet për kohën edhe për mundësinë që po më jep. Mendoj që ti ke bërë pyetjet më të thjeshta. Unë përpoq të jem sa më i thjesht, duke patur parasysh djalë që të kuptohemi tek audienca, sepse është kollaj të flasësh me terma, por problemi është sa të kupton tjetri. Dhe ndoshta kam bërë pyetje shumë naive, por doja të isha sa më i kuptueshëm tek njerëzit. Edhe ndoshta kjo është që mua më ka bërë të arrij sukses shumë shpejt në këtë biznes, sepse unë jam e thjesht dhe i flas gjërat pa shumë fjalë të bukura, të qëndisura mirë. Por edhe duhet të jesh sa më thjesht të vërtet kuptosh të termat e botës teknologjike. Nuk është se është diçka e vështirë për të kuptuar, po thjesht affiliated marketing fat këto kohët e fundit është që njerëzit bëjnë shkollë për një biznes digital, gjë që ndoshta vite më përpara s'ka qenë. Sot them drejtën, këtë biznes unë jam rrit shumë sepse edhe personalisht. Në momentin që unë duke pa veten që në fillimet e mia kur e kam nisur, isha në një gjendje vërtet e ke parasysh mas shtatzanisë të dytë që linda djalin e dytë, isha një gjendje post-pastrum depression të lehtë që thuhet, edhe vërtet isha o zot nuk doja të flisja me njëri e mbyllur, por 2 muaj më vonë kur fillova këtë biznes, unë e gjeta veten duke folur me njerëz të tjerë, me shqiptar, me motra, me vëllezër nga çdo cep i botës, me njerëz ndoshta me nëna që kanë ndarë të problemet e tyre me mua. Ndonjëherë di si bëhesh psikologe për tjetrën, tjetri gjehet si psikologe për ty. Edhe do të them që vërtet duke marrë frymëzim nga historitë e tyre, nga vujtjet, sfidat që ata kanë hasur, dhe pse unë jam tip edhe unë jam e sfiduar në këtë jetë, por sot njerëzit e mirë sigurisht që do hasin sfida dhe vështirësi në jetë. Asgjë s'është e lehtë. Beson që njerëzit e mirë janë më të sfiduar? Po, padyshim, nëse vjen dyshim. Edhe janë më të mirët. Po se sot është vështirë gjesh njëri që të besosh. Sot për shembull, shiko gjeneratën këtë gjeneracionin e sotëm që janë adoleshentët ose mosha 20 vjeç e sipër. E kanë mendjen ndoshta 8 prandë shtunë e diel me ikë në party, punojnë 4 ditë e javës si me bolek dhe me shpenzot shtunë e diel. Unë të kthehem në një ato kohë kur unë në ato kohë maja 2 punë, unë të kthehem në ato kohë sigurisht që sot hap një biznes ose hap diçka, ndërtoj diçka. Po të kthesh në ato kohë e fillimit që me fjalë të kthesh në ato kohë, po ti je me këtë kohë. Ti je me këtë mend. Edhe pse kur kam qenë ato kohë, ti je ajo 19 vjeçaria e asaj kohe, por me mend në këtë kohë, me fjalë që ti jetoj në këtë kohë. Leonard,
dua të them që vërtet edhe unë po tisha nuk e ndroj asnjë gjë rrugtimin tim që kam bërë. Edhe unë kur isha 90 vjeçë, shumë vajza shqiptare ndoshta zgjidhin një rrugë më të lehtë për ta bërë legun e tyre në Itali. Unë gjithmonë ndoshta merrsha 400 euro muaj, e rrija 80 pranë dështun e diel me pastru kuzhinat e italianit ose me latë nxjerrët e tepsia ku dëgjon po në restorantet e tyre me bë 400 euro me shkum shtëpi. Pra unë nuk e ndryshoj rrugtimin tim jetës time, por sot duke parë po them njerëzit i mund jetë. Sot janë bërë, jo po, sot duket se edhe janë dembelosur dhe rinia me fjalë sepse fund, ti je akoma e re me fjalë, por ka qenë edhe fëmijëria më atraktive, ka qenë edhe rinia më atraktive. Sot çdo gjë është tableti, kompjuteri, telefoni, dhe kaq. Por doja sugjeroje ti fëmijëve të tu të rrugtim? Apo të bënë një shkollim për shembull për digital business për. Po, sigurisht që po, nuk e vjen dyshim. Po pse jo, sepse nuk e di çfarë do të ndodhi mas 20 vitesh. Okej, ne po flasim tash gjithmonë flasim për këtë kohë që është tani. Po, dyshim që po. Okej. Unë Leridona t'jam mirënjohës dhe do të them diçka që Window Radio do jetë gjithmonë përkrahase dhe suportuese e juaja sa herë që ju do keni dëshirë për të komunikuar me dëgjuesit tanë apo që doni pse jo dhe të publikoni diçka, ne do përpiqemi që të jemi gjithmonë prezent. Jam mirënjohëse, shumë faleminderit. Dhe shpresoj që mos të kenë bezisur, shpresoj që mos të kesh qesh me vete të kesh thënë çan të piti naive, por sikur ta thash disa herë, më fjalë përpoqja të jem sa më i thjesht me dëgjuesin. Shumë faleminderit. Jo, ishte kënaqësi për mua. E kam shijuar vërtet shumë këtë bisedë. Unë jam vërtet shumë mirënjohës dhe ju uroj suksese, qoftë në rrugtimin profesional, por qoftë edhe në jetën familjare dhe personale, uroj më të mirën dhe dash Zoti dhe realizohet edhe ëndra që kishe për vllajin, sepse mendoj që kjo është ëndra që të mundon më së tepërmi. Dash Zoti realizohet sa më parë. Shumë faleminderit. Natën e mirë Leridona, faleminderit. Natën e mirë. Zot mirë. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte biseda sot me Leridona Leshi, ku përpoqem të themi diçka, u përpoqem të kuptojmë diçka. Nuk e di se sa ne kemi thënë gjërat e dukura dhe shpresojmë që ju keni fituar diçka nga këto çfarë ne u përpoqem të kuptojmë nga Leridona Leshi, pra nga një grua e suksesshme, nga një mentor digital business. Pra jeta sot miq, sigur e shohim të gjithë, pra të gjithë jemi të lidhur me internetin, të gjithë jemi të lidhur me Facebookun, me rrjetet sociale dhe duhet të njohim sa më mirë edhe të tilla mundësi, të tilla fusha dhe njerëz si Leridona është vërtet kënaqësi ti dëgjosh, por me njerëz si Leridona je gjithmonë një nxënës që përpiqesh të kuptosh sa do i vështirë që të duket mësimi. Pra, kështu që unë i uroj suksese Leridonës, edhe një falenderoj që ajo ishte dhe ndau me ne rrugtimin e saj, dhe ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe shpresoj që të keni kuptuar diçka. Unë do të takim nesër në emisionin e radhës në Horizont, pra në orën 21 me biseda të tjera dhe me ftuar të tjerë, dhe uroj për të gjithë natën e mirë, kalofshi mirë dhe ju përqafoj përzemërsisht. Natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Big Day.